Së pari, politika monetare dhe kuadri analitik. Banka e Shqipërisë ka vijuar të forcojë bazën mbi të cilën mbështeten vendimet e politikës monetare. Qëllimi është që vendimet e politikës monetare të mbështeten në dhëna më të plota, analiza më të thelluara dhe parashikime më të besueshme. Gjatë vitit 2025, Banka e Shqipërisë ka përmirësuar procesin e parashikimit makroekonomik. Ajo ka zgjeruar bazën e dhënave, ka përmirësuar ndërtimin e supozimeve dhe ka përdorur më mirë modelet analitike. Kjo na ka ndihmuar të kuptojmë më qartë burrimet e inflacionit, natyrën dhe pasojat e goditjeve të jashtme, si dhe mënyrën se si politika monetare përcillet në ekonomi. Banka e Shqipërisë ka zgjeruar dhe analizat mbi inflacionin bazë, kursin e këmbimit, tregun e punës, pritjet e konsumatorëve dhe kreditimin e kushtet financiare. Këta tregues ndihmojnë për të parë më mirë gjendjen reale të ekonomisë dhe për të shmangur vendimarrjen mbi bazën e një shifre të vetme. Politika monetare gjatë kësaj periudhe është udhëhequr nga dhënat dhe nga objektivi ynë kryesor, ruajtja e stabilitetit të çmimeve. Vendimet tona gjatë vitit 2025 dhe në vazhdim janë bazuar në një lexim të kujdesshëm të inflacionit, rreziqeve, zhvillimeve në tregje dhe ndikimit të normave të interesit tek kredia, tek konsumi dhe tek investimet. Mesazhi ynë është i qartë, politika monetare ka vepruar me maturi duke mbështetur stabilitetin e çmimeve, po pa humbur syt nga ekonomia. Ajo ka qenë një politikë monetare e kujdesshme, fleksibël, e bazuar në dhënat dhe brenda mandatit ton ligjor. Përjedhoi, inflacioni shënoi një vlerë mesatare prej 2.2% gjatë vitit 2025, duke qenë poshtë por pranë objektivit ton prej 3%.